Mirë po, kena vendos me bo një grem që ka më dok shumë bukur, si macë, zakonisht qikat e reja, që kanë me dalë në për najat Halloweenit, zakonisht e lypin që si lloj grime, që janë ma pak të ngarkuar në fytyrë, se kujdesen ma shumë më dok në veshje ma interesant. Në fakt, zakonisht ankesat janë prej t'jashtit, që thojnë, jo kur po vina na pi bëni çmimet, që nuk e për neve, po për krejnë përgjithësi, ama jo, nuk menoj që kërkosh si bën ashtu. Unë i kam çmimet e njëjta sikur ti që je Kosovës, sikur dikush. Pa që kërkojnë edhe pjesë që ose me ja bëni sy manal, me ja mbyll këtë vetën, kena pas edhe kësi kërkesa. Çmimet në përgjithësi, për mendimin tim janë çmime për toke që janë të pranueshme edhe të kapshme për buxhetin e krejt niveleve të njerëzve. Kështu që nuk jena as ma të shtrejtit, as ma të lirit. Që jene çdo të bukur që vjen në jetë, pse jo m'ja plotsu vetit qefet, po jo m'ja plotsu vetit, m'ja plotsu dikuj tjetër, mirë po sa ma shumë e bo mirë, shkon perfekt. Përshëndetje Elena, edhe ty. Faleminderit juve për ftesën dhe mirë se keni ardhur te Selen Studio. A mundesh me na tregu si ka qenë vera tash për ty? Vera përpos që u konë nxehtë, edhe që mu m'ka mundu të nxehtit ma shumë se çdo verë tjetër këtë verë, u konë edhe me punë shumë e mirë, u konë e fryqshme, ka pas punë të mirë edhe kena kalu shumë mirë, në përgjithësi kena kalu shumë mirë. U konë një verë që kena pas punë mjaftueshëm sa mos me të keq edhe mos mu lodh shumë. Kështu që kena pas një balancë të mirë punës. A kishe mujt me na tregu që sa e ke hap këtë studio? Po, studio është e hapëne që funksionon që 3 vjetë, edhe 3 vjetë në fakt i bujna në mars, se hala si kena bo 3 vjetorin. Po, që për këtu vjetë që sa jemi në punë të punu me salon, u konë një 3 vjeqare shumë e bukur, me plot ngjyra, po kryesisht u konë ngjyra e bukur. Kena kalu shumë mirë edhe u konë një sukses, po mënej kena po sukses mirë. Apo na tregon shërbimet që i keni ju? Të Selen Studio, po thuj se janë gjitha shërbimet sa i përket bukurisë. Kur thëmë bukurisë, jo estetikës, po grimi, vetla, qërpik, flok, si për ngjyrosje, pritje, extension, krejt qka i vynë një femnës me kompletu flok të veta, na i bojna. Cila është ajo kërkesa mas shumë të që vinë klientët e kjo? Kjo puna e saloneve në përgjithësi është sezonale. Shkon faza. Është faza e verës, që është pjesa ma shumë që lypin make-up, frizura e këto shkaku që tash na i bojna darsmat në përgjithësi i bojna në verë. Edhe pse kohët e fundit nuk është që jënë koncentru në krejt në verë, ndodhë që edhe jashtë verës i bojnë, po në përgjithësi vera është sezona e dasmave. Kështu që gjatë verës e kena këtë pjesën në kërkesave për make-up edhe për frizura, ndërsa na zakonisht nuk keni shumë sezonin, shkaku që e kemi ardhin për prerje që është tashmë besoj krejt ai që një ardhi herë din që për prerje është me thonë ndër më e miri në Kosovë edhe na zakonisht kena shumë punë me prerje. Gjithashtu ngjyrosjet, po qëtash për shembull tash sezona vjeshtës është sezon e ngjyrosjeve, prerjeve e qëtyne, ma shumë. Make-upi mandej pak është në pushim, kjo pjesa e make-upit. A kishe mujt pak me na tregu edhe për çmimet, si variojnë te kjo? Çmimet në përgjithësi, për mendimin tim janë çmime për toke që janë të pranueshme edhe të kapshme për buxhetin e krejt niveleve të njerëzve. Kështu që nuk jena as ma të shtrejtit, as ma të lirit, po jemi me një mesatare që po besoj ata që drejtohen të Selen Studio munden me llogarit pak a shumë, pa e vetë për çmimin, munden me di që sa munden me konë çmimet. Po unë nuk menoj që i kena çmimet e nalta, absolut jo. Ndodh që kena edhe kliente që ankohen ka njerë për çmimet, po njëri e zgjidhat me shku aty ku mundet. Kështu që mundohemi me ju përshtat pak a shumë. Në fakt, zakonisht ankesat janë prej t'jashtit që thojnë jo kur po vina na pi bëni çmimet, që nuk e për neve, po për krejt në përgjithësi, ama jo nuk menoj që kërkosh si bën ashtu. Unë i kam çmimet e njëjta sikur ti që je Kosovës, sikur dikush, kështu që na i kena çmimet bazike që pothuajse të gjithë e kanë. Po kemi pas nuse, kryesisht nuset i kena pas terminet, i na fokusu ma shumë
me shku në shtëpia ose në restorane që i kanë marrë darsmat, jena shku me i ndrejsh atje, edhe është pjesa favorite e jemja për me bu qatë punë. Ka më pak stres, për nusën për foli, se na normal, jena pak ma të ngarkum shkaku që kena me bëna i rrugë ma gjatë, edhe na si vjeti kena pas ma shumë jashtë Kosovës, kështu që kena pas me bu rrugë bagit gata ka njëherë, po prap se prap kër e shisha që nusja është relaksum, është shpit vetë, nuk ka stres, jo kolona, jo ajo, se zakonisht kjo virus është që stresi ma i modhe qaj që vënohen. Kër e shisha nusën që është shumë relaksum edhe shumë rregull, atëherë edhe puna shkeke ma letë. E si ka qenë pritja? Pritja, në përgjithësi kena pas klientët shumë të mira, edhe familjet që i falenderoj shumë, bëjmë pritje, shqiptarët në përgjithësi jena shumë i pritca. Kështu që kudo që kena shku, na kanë bo më undisin shpe, për kundër që na thirshin me indrejq, na kanë thirë edhe si musafir në darsëm, sen që u konë një privilegj për neve me konë pjesë darsëm së ty në egzimit familjar që e kanë pas. E po, kena kalu tepër mirë edhe kanë me hinë në pjesën e memorieve të bukra tjetës teme këto eksperienca me nuse që i kena pas i vjetë. Na i dim që ti e edhe aktore, apo të penalizon diçka kjo pjesa e studios? Nëse thom jo, rej, se realisht po, për shembull, mu ka dash me stopu serialin Verës shkaku i sezonës, se nuk kisha hesap me lon keq lokalin për një rol. Normalisht e du shumë edhe atë pjesë, edhe është pjesë e jemja edhe aktrimi, po kër e ki një biznes, ata që e kanë biznesin e kuptojnë që është ma e ndishme është kjo pjesa e biznesit se sa çdo punë tjetër jashtë. Kështu që po pak penalizon, po zakonisht mundona me i balancu dyjat, me gjithë kohë për dy anë, që mos me të keq asnjë anë. Atë presim e të pa diçka në projekte të reja? Plane nuk ka njerë për njerë. Unë jam pak e paparashikueshme, ta më thamë a diçka njëherë po du me pauzu veç kur del diçka, kështu që nuk me do naj fjallë të madhe që ka me pas diçka, pa tjetër, se s'ka mund dalë, po konkretisht diçka një plan që me ta jep sot në emisionin tonë nuk me ta dhonë, se nuk ka, kështu që njerë për njerë na fokusu ma shumë në Selin Studio, jena tu menu me janis edhe me trajnime tash, edhe jena ma shumë të angazhum këto, kështu që ato tjerat, në qofë se vjen ajo ofertë dhe mundësi shumë e mirë, pse jo. Gjithashtu kena me njësë edhe me make-upin edhe me frizurat. Kështu që për çdo hap duhet më bu update në Instagram, ata që janë të interesuar, veç mundën me këqyrë të Selin Studio në Instagram, TikTok edhe kudo tjetër. Lena, tash masi jemi veç në prag të festës së Halloweenit, a kishe mujt me na bo sot një grim? Po pa tjetër, mas e në orë të, s'pjull që i thotë, ti ko ke ly për vetë se ta kësha bu ty njën, po veç e pas ke kry grimin. Po pa tjetër, me knatësi të madhe, mundëm me shkua një ka grimi edhe me fillu lidhësht. Lena, po na tregon çfarë grimi po na bën neves? Okej, sot nuk për ngarkojna shumë, me qenë se mrena intervistës minutashat i kena pak të limituara. Mirë po, kena vendos me bo një grim që ka më dok shumë bukur, si macë, zakonisht qikat e reja, që kanë me dalë në për najat Halloweenit, zakonisht i lypin që cilë grime, që janë ma pak të ngarkume në ftyrë, se kujdesen ma shumë më dok në veshje ma interesant. Kështu që me qenë se dojnë më dok ma thjesht në ftyrë, mos me i rënu shumë me maska, atëherë të pak të në sytë edhe tenin do të më kanë të koncentrume që më dok bukur. Në përgjithësi e bojnë shkaku i fotografive, këtu në seneve tjera, kështu që për atë arsye edhe kom vendos me bo këta si macë. Kështu që Fërtisa i ka dhe sytë si macë, për ndryshë është motra ime. Ma e bukra, kështu që për vazhdojna grimin, maskën, edhe ndërkohë e sheni edhe procedurën që shkanë. Sytë i kena përfundu, përthujse, kena mja po veç edhe një hezem për mja renu pak këtë zezën, edhe ma ndi vazhdojna me maskën që kam më konë këtë 4-5 lëvizje në total. Tare, e thash ma herët, do me thonë inspirim u konë që këtë pjesa, tash na mja po veç këtë pjesën për para, në përgjithësi grimi është grim që lypen edhe për neja, për qapëdjene, po e rëndësishme është me pas vis një detaj që ka të bëj me Halloweenin, që i bjen shumica e qikave lypin me konë në uduk si macë, nuk e di pëse e dojnë ka që macën. Po, gjithsesi,
pe fillojna me bo dhe këto, edhe e shojmë që për del. Sa ka kërkesa për Halloween? Ka e s'ka, se me të kalzu si drejt, më duket kanë fillu qikat me mësu, se TikTok-u pak në ka marrë në qafë. Se i ka mësu do hacks në TikTok, qysh me i bo do maska, e zakonisht i bojnë vetë. Vitin e kalum nuk kena pasu dhe shumë kohë në fakt me i marrë me pjesën e maskave, se kena pasu punë të tjera. Po kona ja pjesa kur kena majë trajnime. Po ka, zakonisht janë adoleshentët ato që kërkojnë shkollat e mesme në përgjithësi. Në përgjithësi shkollat e mesme kanë qifë se i mojnë ato nejat e Halloweenit, po ka, nuk është edhe që nuk... A kërkojnë diçka grime ma ekstra? Po, për që ata tash edhe ma herët, se për shembull në kohën kur unë jam kon adoleshente, për Halloween kena dash më bukë si disa personazhe filmave ose të disa personazhe të caktuar që na veç i na konë e kena pëlqy me një fjalë. E tash shumica po fokusohen ma shumë më duk edhe bukur, jo veç më duk si një personazh i caktuar. Për atë arsye, shumicën e grimeve, shumicën e maskave që i kom pas për Halloween, jon konë të fokusuar ma shumë make-up, veç ose naj qarje, ose naj plagë, ose diçka me bo, që m'ja hup atë... Mos më duk të amon grim, pa më duk si mask Halloweeni. A dalon çmimi i një grimi për Halloween me një grim të zakonshëm? Po dalon çmimi për një grimi të zakonshëm prej asaj të Halloweenit, po dalon edhe prej maskës në maskë. Për shembull, këtë varet pi kërkesës çfarë e ka. Se për shembull kjo lloj maske, ky stil i maskave, ka ato çmimet ma shumë ka make-upit që janë, po ka maska që lypen për shembull me i shtu diçka ekstra ose diçka edhe normalisht që ato kushtojnë ekstra. Përafërsisht Lena, sa mundet me zgjatë një grim, procedura? Përafërsisht 40 minuta, unë po foli për veti, ma shumë se 40 minuta asnjë lloj grimi ose asnjë lloj maske ose ku me di çka me bo, mu për veti nuk më zgjat ma shumë. Edhe që kjo sot që e kena bo, nuk mundet më konë ma shumë, kështu që qashtu 40 minuta gjysore ndodh. Do me thonë varet edhe prej kërkesës? Po, patjetër. Se thash, ka që kërkojnë dhe pjesë që ose me ja bo një sy manal, me ja mbyll këtë vetin, kena pas edhe kësi kërkesa, zakonisht të i kom bo kur nuk e kom pas salonin, të i kom bo ma shumë ma përpara, se e marrë ma shumë me qitë pjesë. Këtu në salon nuk është e kom pas asnjë lloj kërkesave shumë. Po, fatmirësisht, po vinë edhe djem. Kena edhe djem që vinë edhe lypin maska për Halloween, jo vetë qikat. Po kërkesat e tyne, çfarë po janë? Djem? Po. Po ata zakonisht naj Batman, naj qëse. A ka ndodhur që me thirr ty në ndonjë event edhe me marrë ato pjesë për mi grimu për Halloween? Po, kom pas ftesa edhe prej vendeve që i organizojnë najat e Halloweenit. Mirë po, fatkeqësisht nuk kom mujt me marrë pjesë atë. Kjo ka ndodhur vitin e kalum, po vitin e kalum që thash edhe ma herët që i na konë në zonën me disa punë shumë të rëndësishme këtu mrena në salon, edhe nuk e kisha të mundshme me shku kurqysh, po kena marrë pjesë edhe në për kështu për shembull kafe, në për bars që bojnë organizime, që i kena pas edhe si të njafshëm, edhe po, ta ka ndodhur që kena shku, edhe zakonisht aty të bjen me punu ma shumë me mashkuj, se kamarierat zakonisht në masku, e tani dikush për stafit ka najt të natën, që kurdo që ka pas qef me bo ekstra mask. Po këtë vit nëse ki ndonjë ftesë, a pranon? Këtë vet i kam 2 grimire të reja këtu që janë super talente, sidomos për këtë sen. Njëra për tina qika këto, që po, besoj që tash i na zgjenu edhe me staf, edhe
po, kena mundësi me shku. Po mënej që veç jena në bisedime me disa prej këtyne vendeve, edhe pse ju? Se kjo fest, a ju nas është po? Kjo është grimi që sot ti hajde me prezentu për ne. Po, kjo është grimi, ose për me thonë ndryshe maska e Halloweenit, është një ndër maskat ma të thjeshta dhe ma të lehta, po që për menimin tim është ma okej për me bo një qik, sidomos në moshën e modeles që e kena sot. Mirë po, thash ma herët se me qenë se nuk patëm ko shkaku i minutazhës, vendosim me bojtë so pak ma të lehtë kështu. Kështu që shpresoj që t'ju pëlqej, edhe po duket shumë bukur fortesa. Po të pëlqen? Faleminderit juve shumë. Ishte kënaqësi shumë me ndo kohën me juve, edhe me ndo këtë pjesë të punës teme me juve. Shpresoj që shihemi prapë. A ki një mesazh diçka për gjithë ata që janë duke na po? Një mesazh për... Nëse unë këtë mesazhe kam shumë, në përgjithësi, po sa i përket kësajna që veç sot kem të full, shijajeni momentin, shijajeni çdo fest që e keni, shijajeni çdo të bukur që vjen në jetë, pse jo m'ja plotsu vetit qefet, po jo m'ja plotsu vetit, m'ja plotsu dikuj tjetër, mirë po sa ma shumë e bo mirë, i shkon perfekt. Kështu që urime Halloween ata që e festonin për vetë se festoj, kështu që ju tjerë që e festoni urime, inshallah, kalojnë bukur.